Teksa premierës së shumë përfolur të filmit me Louise Ellen i afrohet dita. Chiara Tito duket se po e përjeton ndryshe vëmendjen mediatik. Në vend që të fokusohet te projekti dhe festa që e shoqëron, moderatorja ka zgjedhur të drejtohet ndjekësve me një mesazh që tingëllon më shumë si ankesë e koduar sesa si qetësi para suksesit. Xhelozia është sëmundje. Shërim të shpejt, shkroi Chiara në Instagram, një frazë e përdorur shpesh në showbiz kur mungojnë emrat, por jo nervat. Statusi ngre pikpyetje. A është vërtet xhelozia e të tjerëve problemi? Apo thjesht vështirësia për të menaxhuar vëmendjen dhe kritikat, të pashmangshme për çdo që është vazhdimisht në qendër të mediave? Zakonisht, figurat publike përpiqen të tregojnë vetkontroll dhe maturi në prag të lançimeve të mëdha. Por Chiara ka zgjedhur një tjetër qasje. Të flas pa folur, duke lënë të kuptohet se diçka e ka shqetësuar më shumë se ç'du. Ironikisht, një mesazh që synon të godasë të tjerët, ka bërë që vëmendja të largohet nga filmi dhe të përqendrohet te gjendja emocionale e saj. Për disa ndjekës, ky reagim nuk u pasi forcë, por si pasiguri e zbukuruar me ironi. Mbetet e paqartë kujt i drejtohej urimi për shërim, por një gjë është e sigurt. Kur ke gjithë dritat mbi vete, edhe një fjalë e shkurtër mjafton për të ndezur deba.